Përshëndetje miq. Tema e radhës së programit Koha për të folur është të guxosh për Ungjillin për te kufive të vendit tënd. Me së bashku me mua sot në studio është Denada Gjini, vajza që ka guxuar të kalojë kufijën e Shqipërisë jo në vende të lehta për të shpërndar lajmin e mirë. Përshëndetje. Përshëndetje Elena. Tani, na trego pak për rrugtimet ose udhëtimet e tua me Zotin dhe në fillim fare si e ke njohur Jezusin. Unë në fakt kam dëgjuar për Jezusin në moshën 6 vjeçare nga disa misionar katolik, sepse unë vij me background katolik. Dhe aty unë kam nisur një marrëdhënie të ngushtë me të. Pra e kisha Zotin si një mik. Pastaj, duke u rritur, siç do thoja unë në atë kohë, jeta bëhet e vështirë dhe kisha një lloj sfide, do thoja unë, që në moshën 17 vjeçare prika fundin pikën e fundit të jetës time. Dhe aty unë isha duke ju lutur Zotit që të merrja një përgjigje dhe po kërkoja, sepse kisha vendosur që të merrja një hap shumë të gabuar. Por mbaj mend që zëri i Zotit erdhi dhe më tha që dëshiron ta shikosh të nesërmen dhe unë i kam besuar asaj pyetje dhe vazhdoj t'i besoj asaj pyetje deri më sot. Dhe pastaj, pas një periudhe të gjatë në tranzicion, në ankth, depresion nga mosha 17 vjeçare deri në 19 vjeç, vendosa që të vizitoja kishën e parë protestante në Tiranë. Kisha një vit që merrja një ftesë nga ime motor për të shkuar dhe për të vizituar kishën në cilën ajo e frekuontonte, por nuk pranoja, isha komplet e mbyllur për të dëgjuar dhe për të njohur më shumë për Zotin, por nuk e di se si Zoti më zbuti zemrën. Dhe kështu unë vendosa që të vizitoja këtë kishë dhe aty fillova dhe pash një këndvështrim tjetër, pash njerëz që vërtet ishin të dashur për shkak të Krishtit dhe kuptova dhe fillova duke lexuar nga Bibla që i njëjti Zot që ata adhuronin ishte i njëjti Zot që më kishte shpëtuar jetën, jo thjesht kishte marrë mëkatet e mia në aspektin e mëkatit, por edhe fizikisht jetën time kur isha 17 vjeç. Historia jote që nga mrekullueshme dhe në fakt shumë bekim për njerëzit që e dëgjojnë. Si e dëgjove ti thirrjen e Zotit për të shkuar përtej kufive të Shqipërisë dhe për të ndarë Ungjillin në Lindjen e Mesme? Unë kam dëgjuar për misionin pasi kam pasur një vit në besim. Ishte një konferencë, quhej Momentum. Konferenca vazhdon ende, është një konferencë për të rinj, të cilët bëhet një thirrje për të gjithë të rinjt shqiptar të cilët kanë zemër dhe dëshirë për të shkuar në mision. Aty dëgjova për herë të parë çfarë ishte misioni sipas Biblës dhe që misioni ishte për të gjithë, nuk ishte thjesht për një person të caktuar, nuk ishte thjesht për palin në Bibël, por vazhdonte përtej palit deri në ditët e sotme dhe vendosa që të hapja zemrën time drejt kësaj thirrje dhe ta merrja, ta përçafoja dhe të nisja një rrugtim me këtë thirrje. Sigurisht që të shkosh diku nuk është gjithmonë e lehtë, ka sfidat edhe sikletet e veta, edhe mendoj që gjithë i dim edhe i kemi parë kur ti kalon në një tranzicion ose shkon në një vend tjetër. Çfarë ndjenjash kishe ti përpara se të niseshe në një vend ku ti e dije që Ungjilli nuk pritej aq duar hapur ose me aq lehtësi? Po ka shumë ndjenja që mund të vinë në ato momente, është një miksim do thoja unë. Ti mund ndjesh i friksuar, mund ndjesh i dyzuar, i pasigurt në atë çka mendon ti, në atë çka mendon që Zoti të ka thirrur, në atë çka të tjerë do thonë për ty etj etj. Mbaj mend që kam qenë asnjëra nga këto në momentin e parë që unë e pranova këtë si thirrjen time. Thjesht gjëja që kam pasur më merak ka qenë familja, domethënë se si ata do reagojnë ose si do e presin se ato nuk janë të krishterë. Por që prap pas një kohe me Zotin kam kuptuar që siç thotë Bibla, gjithçka duhet lihet pas edhe ti do të vazhdosh përpara. Kështu që unë mendoj që thirrja që Zoti të jep dhe të beson shkon përtej rrethit familjar, shkon përtej rrethit shoqëror dhe nuk ka asgjë e cila mund të pengojë ose mund ta bëj rrugën tënde më të vështirë në këtë aspekt, në këtë rrugtim. A ke pasur ndonjëherë një moment frike ose sfide duke qenë se ti po tregon një histori shumë të bukur edhe jashtëzakonisht ka ca njerëz që duan ta bëjnë këtë gjë, duan ta ndërmarrin këtë hap, por kanë frikë për sfidat që mund të vinë gjatë rrugës. A ka pasur një moment në jetën tënde një sfidë dhe frike që ti ke thënë si do ja dal tani dhe si e ke dal nga kjo sfidë? Nuk është se mund të them një sfidë specifike, sepse që nga momenti që unë kam pranuar Krishtin, mendoj sfida më e madhe për mua ka qenë të pranoja Krishtin. Pastaj sfidat tjera janë shumë të vogla pas Krishtit,
por që moment të vështirë ndoshta një ndër momentet më të vështira që mund ta cilësoj unë të vështirë është që kur mora fiks thirrjen specifike për një event të caktuar. Ishte vështirë të pranoja dhe të kuptoja fillimisht për çartësuar mendimet e mia, nëse ishte ai vendi i cilin Zoti më kishte thirrur ose ishte thjesht një mendim i imi ose isha thjesht e influencuar nga të tjerët përreth meje. Dhe ka qenë një hap që është marrë me besim dhe nuk është marrë me frikë, por që ka qenë një ndër sfidat të cilat e kam kaluar pasi vendosa që të ndiqja Krishtin. Më pëlqeu shumë kjo që sapo ti the një hap i marrë me besim. Edhe në fakt to hapa që merren me besim kemi parë që janë zakonisht ato që përfundojnë më mirë, janë ato që Zoti na drejton për të bërë gjëra që nuk është se janë gjithmonë të rehatshme, por ne kur i bëjmë gjejmë hir dhe gjejmë favor në gjitha gjërat që ne bëjmë dhe shkelim. Po, si ndryshon jeta dhe besimi i njerëzve që takon ato vende, duke qenë se ndryshe nga këtu ose ndryshe nga ajo që ne shohim në Shqipëri, si ndryshon atje? Do thoja që ka shumë ndryshim. Shqipëria mendoj unë që populli shqiptar tani ka arritur në një fazë të cilët ky popull ka filluar dhe ka përqafuar fetarizmin dhe nuk e kundërshton më, pra e pëlqen këtë tendencën për qenë gjitha feet bashkë, gjitha besimet bashkë, ku në vërtet nuk qëndron, ka vetëm një Zot dhe nuk mund të jenë 4 zota të cilët ecin paralelisht dhe ecin krah për krah me njëri tjetrin. Dhe nuk janë në kërkim të së vërtetës, pra i kanë mbyllur syt nga vërteta dhe po ecin në rrugën e tyre. Dhe shumica e shqiptarëve, të rinjve shqiptar, do thoja unë, kanë vendosur që edhe nëse kanë pasur një ëndër me Jezusin, edhe nëse kanë pasur një bisedë me një mik të krishterë, edhe nëse kanë lexuar një varg nga Bibla, çfarëdo gjë që mund të ketë ndodhur që Zoti ka dashur që t'i rrethojë dhe t'i takoj, ato sikur e kanë lënë për nesër, kanë thënë që okay, do ta bëj nesër dhe sikur e kanë shtyr, nuk e kanë më këtë etjen që unë e kam parë në vendet e tjera ku kam qenë. Unë mendoj se atje njerëzit janë shumë në kërkim të së vërtetës, janë të etur për të ditur të vërtetën dhe thjesht janë të lodhur nga fetarizmi, ndryshe nga Shqipëria. Pra nuk duan t'ia dinë fare për asnjë lloj besimi, asnjë lloj feje, nuk i pranojnë, nuk i duan më. Madje kanë arritur deri në atë pikën që vende muslimane të shpallin veten e tyre popullsia, ta shpallin veten e tyre si ateist, sepse janë lodhur nga fetarizmi dhe thjesht nëse ti u flet për Zotin dhe për Jezusin, ato thjesht ju qelin syt edhe kanë një dritë shprehse në syt e tyre dhe mendoj që kjo është ajo që i ndryshon ato vende me Shqipërinë dhe është diçka që po na mungon në Shqipëri, pra të ndjekim të vërtetën dhe mos ta lëmë për të nesërmen. Cili ka qenë, ti the për shpresë, edhe kur thua shpresë, mua më shkon në mendje momenti më i bukur që ti ke kaluar në ato vende, që të ka dhënë forcë ty për të vazhduar. Mendoj që ka pasur shumë momente të bukura. Momenti më i bukur që mund të ndodhë gjatë rrugtimit tënd për të shkuar në një vend për të ndarë Krishtin është thjesht fakti që ti je atje dhe je e hapur që Zoti të të përdor në mënyra të ndryshme. Ka shumë momente, thjesht fakti që ti bisedon me njerëzit dhe njerëzit janë të hapur për të dëgjuar, edhe pse ato nuk të njohin ty, nuk e din fare nga vjen, kush je apo se çfarë ti përcjell, çfarë jeton, po thjesht fakti që ato janë të hapur për të dëgjuar, janë të hapur për të kuptuar më shumë, edhe po kërkojnë diçka të cilën nuk kanë arritur ta gjejnë, dhe kur ti u flet për Jezusin, ti u flet për të vërtetën, dhe ato janë gjithë kureshtje dhe duan të dinë më shumë, entuziazmi që ato t'japin, pyetjet që ato kanë, të bëjnë dhe të motivojnë dhe e bëjnë rrugtimin tënd në atë vend më të lehtë dhe më të veçantë, do thoja unë. Është shumë inkurajim kjo gjë që ti po na thua, edhe jam shumë e lumtur që ne po marrim një feedback pozitiv nga këto vende, nga njerëz që në fakt pas kanë etje dhe kanë etje për ungjillin edhe për Jezusin. Çfarë do të thosh ti të rinjve që ndjejnë një thirrje për mision jashtë Shqipërisë, por hezitojnë stepen? Unë mund t'ju them shumë pak dhe mund t'ju them dhe shumë. Thjesht gjëja që ato duhet të kërkojnë është të marrin një kohë me Zotin brenda vetes së tyre dhe ta pyesin vërtet se cili është qëllimi i Perëndis në jetën e tyre, jo qëllimi i tyre, sepse shumë të rinj kanë vendosur në fronin në të cilin i takon të jetë i Perëndis, kanë vendosur veten e tyre. Dhe është momenti që këta të rinj, të cilët kanë një shkëndi në zemrën e tyre, kanë diçka që duan që ta ndajnë Jezusin
larg kufive të Shqipërisë dhe thjesht hezitojnë, ndoshta nga familja, ndoshta nga shoqëria, ndoshta nga financat, ndoshta nga kisha, ndoshta nga rritja e tyre në besim ose gjërat e tjera. Unë mendoj që po nuk e provove, po nuk e shkele hapin për dalur për te zonës sënde të komfortit, asnjëherë nuk do ta kuptosh se sa i madh është Zoti dhe sa shumë mund të përdor ai. Unë do këshilloja që çdo i ri i cili ka ose ndjen që ka një thirrje për mision ta provojë, të shkojë një javë në një vend të caktuar në cilin ai e ndjen në zemrën e tij, të shkojë 2 javë, të shkojë 1 muaj dhe kështu me radhë derisa të kuptojë nëse vërtet kjo është thirrja që ai ka. Në qoftë do të pyesja ty tani, ti personalisht, a do e ndjeje dëshirën ose nevojën dhe a do të shkoje përsëri jashtë në një mision nëse Zoti do të thoshte, shko? Sigurisht që do shkoja dhe do vazhdoj të shkoj derisa të kem frymë, sepse çdo frymëmarrje që un kam është e Zotit, nuk është e imja. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që çfarë kemi të kuptojmë që nuk është e jona. Pra ne jemi thjesht resurse të Perëndis dhe jemi resurse të përdorshme në duart e Tij. Kështu që ne nuk mund ta fusim Zotin në një kuti dhe të themi që Zot më përdor këtu, më përdor atje, sepse këtu marr lavdinë e njerëzve që më njohin dhe atje s'më njeh askush dhe s'do më lavdroj askush e tjerë. Misioni është pikërisht për atë çka Zoti dha urdhrin e madh tek Mateo. Dhe është e rëndësishme që të rinjt të kuptojnë, edhe unë bashkë me to, sepse gjithë jemi në të njëjtin rrugtim, që ka atje jashta plot e përplot njerëz të cilët duan të dëgjojnë dhe të dinë për të vërtetën dhe nuk po dinë se ku ta kërkojnë, nuk po dinë se ku ta gjejnë. Pra ka zemra që janë gati, po thjesht nuk ka njerëz të cilët t'ju ndajnë ose t'ju flasin, sepse ne po tregojemi shumë pak të guximshëm për të qenë dhe për të thirrur bijtë të Perëndis, për të merituar këtë emër të lartë që Jezusi na dha në kryq. Shumë pak të guximshëm është ajo që ngeli me mua. Je shumë bekim në fakt që na tregove historinë tënde edhe se si ti ke shkuar dhe si ti ke folur dhe si ke parë një etje, një uri për njerëzit që duan të gjojnë ungjillin. Shumë pak të guximshëm ne duhet të marrim hapa që të bëjmë shumë të guximshëm. Edhe ta ndajmë ungjillin me një guxim që na jep Perëndia, me një hir që na jep Perëndia, kur ne ndajmë ungjillin, e kam vënë këtë gjë, ai na ftson, na jep një hir të caktuar se si të merremi me disa njerëz specifik, se si të flasim me ta edhe se si të drejtohemi atyre. Historia jote është një bekim, je bekim vet. Faleminderit që je këtu me ne sot, faleminderit që na tregove këtë histori. Unë e vlerësova shumë kohën me ty. Faleminderit ty për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Të dashur miq, ky ishte programi për sot. Kalofshi një javë sa më të bekuar dhe shihemi radhës tjetër.